Ndryshimet në kodin penal, të cilat kohet e fundit u paraqitën në kuvent nga deputetët e VMRO-DPM-s, së shpejti do të dalin për debat në organin ligjvënës dhe lidhen me ato ndryshime kontroverse të neni 356 të miratuara në vitin 2023, me të cilat amnistohen funksionarët për keqpërdorime të detyrës zyrtare. Për këto ndryshime insistoi edhe kryetari i gjykatës kushtetuese Darko Kostadinovski, i cili vendosi edhe afat që ato të miratohen deri në fund të këtij viti. Profesori Goran Kallaxhiev thotë se nuk është e mirë që ligji të ndryshohet vazhdimisht dhe se më e mira do të ishte miratimi i kodit të ri penal të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë, por më parë të zhvillohet edhe një debat publik mbi të. Не би одол генерално парциални не вършат работа. Несериозно е од аспект на тоа што кога се подготвува целосен кривичен законник, тој до сега требаше да се пушти малку и повеќе во јавна расправа. Не е нешто гледам некаква посериозна расправа пуштена. Por Bojan Stojanovski nga VMRO-DPM, i cili është një nga nënshkruesit e atij ligji, thotë se nevoja për miratimin e këtyre ndryshimeve të pjesëshme është e domosdoshme. По држава во моментов има два процеса од аспект на кривичен законник, еден кој што се припрема во Министерството за правда и кој што е дел од реформската агенда, тој ќе биде донесен 2026-та и ова преодно решение кое што ние како група на пратеници го поднесовме за да спречиме амнестија на еден поголем дел на група на луѓе кои што сториле кривични дела под овие квалификативи, но и за да ја обезбедиме правната држава барем додека не го донесеме нови откази. Këto ndryshime miratohen për të korrigjuar ndryshimet kontroverse të miratuara në vitin 2023, të cilat mundësuan që një numër i madh funksionarësh të shpëtonin nga ndjekja penale dhe për të cilat edhe Bashkimi Evropian kishte kritika të qarta. Një pjesë e reagimeve në publik janë edhe rreth dënimeve të parashikuara sepse ato janë më të larta krahasuar me ndryshimet e vitit 2023, por shumë më të lehta krahasuar me версионin e mëparshëm. Генерално казните не би рекол никогаш дека се благи. Нашите казни се во принцип многу строги и се подпираат во една погрешна предпоставка дека со строги казни ќе надоместиме све што сме пропуштиле уште од превенција на криминал. Значи, споредно со странски држави, нашата казнена политика е строга. Në ndryshimet e kodit penal që janë dorëzuar në kuvent, përveç dispozitave për nenin 353, i cili lidhet me veprat penale të funksionarëve, parashikohen edhe dënimet nga projekti Safe City, përfshirë konfiskimin e automjetit për drejtim të pakujdesshëm të makinës.